Nëse unë ju them prallat shqiptare, nuk e di se çfarë ju vjen në mend. A janë ato rrëfenjat e gjysheve që na kanë treguar, librat që na blinin prindrit ndoshta me vështirësi, apo gjithçka që kemi dëgjuar, por nuk gjenim një libër për ta lexuar. Është një nga temat më interesante që do të trajtojmë dhe kemi trajtuar në këtë program për shkak se tregon formën se si prallat shqiptare, duke u ruajtur, duke mos i lejuar të veniten, ne kemi dhënë një kontribut të madh tek trashëgimia jon folklorike dhe ajo që është shpirtërore, duke ruajtur identitetin tonë që të vegjëlve tan mos u lexojmë vetëm prallat e Hans Christian Andersen, por të kujdesemi t'u flasim për zanat e lurës, t'u flasim për legjendat e Tallazit, për bukurën e dheu dhe skeptrin e dëshirave, gishtoja mund golin e në mërçkës. Çfarë nuk ka këtu? Kështu që më duhet të prezantoj me një herë të ftuarën tonë, është pikërisht Ariola Buzi, autore, kolege jona, eksperte e marketingut dhe komunikimit. Kënaqësi shumë që jemi së bashku për të na treguar se si zgjodhe ti rizgjosh prallat shqiptare. Është kënaqësi të jem këtu me ju sot, por është kënaqësi gjithashtu të shoh që i jepni hapësirë mediatike tematikave të tilla që për të thënë vërtetën duhet të flitet më tepër rreth tyre. Pastaj për prallat unë mund të nis të flas dhe mos të përfundoj më. Kjo risjellje e prallave mistike shqiptare është një kombinim me 10 rrëfenja që është edhe risjellje e klasikëve, por edhe krijim nga e para i miteve të njohura ose jo fort të njohura të popullit tonë. Është një tematik, ne po e diskutoni edhe pak më herët për pakuintave, për të cilën unë kam vite që studioj, pjesën e mitologjisë shqiptare dhe folklorit, dhe është aq e pasur dhe doja të gjej një formë për t'u përcjell, po themi, audiencës, për t'i thënë që shiko se nuk kemi vetëm Hans Christian Andersenin patjetër, po edhe mitologjitë që ne kemi mësuar në përgjithësi janë ato të popujve fshinj dhe shumë pak dim për mitologjinë tonë. Domethënë kemi disa figura që i njohim, por pjesa tjetër është totalisht e pa njohur dhe pa lëvruar kur kemi të bëjmë me një mitologji vërtet shumë të pasur. Ky libër është një sjellje shumë e vogël e gjithë pasurisë që ne kemi, megjithatë është i mbushur me personazhe. Domethënë, nga ky entuziazmi im për të sjellë personazhe të mitologjisë tonë, mund të ketë mbi 40-50 personazhe të mitologjisë, po themi që preken në këto pralla edhe kanë secili karakterin e tyre. Pra, preken ti thua i ki risjellur, apo i ki shkruar dhe një herë ndoshta disa pralla, disa mite që shqiptarët mund mos i dinë. Pjesa më e madhe janë figura jo fort të njohura për ne. Dhe domethënë kjo është, domethënë shumica nisen kur e shohin të libër nisen dhe thonë po e marrim sepse do gjejmë prallat klasike shqiptare dhe habiten pastaj kur shohin gjithë emrat e personazheve të tjerë dhe kanë të vështirë ndonjëherë ta besojnë që këto janë mite që vërtet ekzistojnë në mitologjinë tonë. Nëse shikon 12 zanat e lurës që Alma e preku, janë të 12-ta personazhe, femra, gra që ekzistojnë në botën tonë të miteve, që unë i kam sjellë bashkë. Nuk janë thjesht 12 zana, që do të thotë ke avullushen, bardhën, mauthin, flamëzën, laurën, janë të gjitha mite ekzistuese që unë kam dashur, po themi, të krijoj një prallë ku secilën këto me elementet që ato përfaqësojnë ti bëj bashkë dhe po themi në farë forme ti prezantoj tek audienca. Se të shohim dhe apo të lexojmë Tinkerbell kur kemi 12 zanat e lurës. 12 zanat e lurës dhe me emra kaq të bukur shqiptar. Jam përpjekur që secilës prallë domethënë të ketë këtë linjën e animacione ndërkombëtare me cilën ne jemi mësuar në pjesën e shtjellimit të prallës. Edhe domethënë këtu është futur ajo pjesa e kreativitetit edhe rikrijimit, se për shembull këtu liçenet e lurës ne kemi portale për mbretërinë e secilës zanë, secila përfaqëson nga një element të natyrës. Këto bëhen bashkë për të shpëtuar lurën nga ndotja, japim në mesazhet e ekosistemit. Njerëzit ndërgjegjësohen edhe ndihmojnë. Domethënë kjo është vetëm një nga prallat. Mirë e bukur. E dashur, po të jemi të vëmendshëm, në parathënie ti tregon se si nisi gjithçka. Teksa shkoje në fshat tek gjyshja, edhe tregon gjithë nostalgjinë që ke nga dashuria që ti ka dhënë, që nga ushqyerja e pulave apo qoftë edhe të mblidhje perimet apo frutat atje në Baçe.
Ndërkohë, sërish të tregon të ato prallat që nuk e bën më njëri si gjyshe tokë. Një prallë që kam betur në mendje, që ja ke marrë gjyshes me lezet dhe e ke cilë. Po, vazhdon akoma sot dhe është shumë entuziazmuar për gjithë këtë projektin e librit edhe më thotë, ma vër pak ta dëgjoj si e ke bërë aty te kjo me audio. Të sigurojmë që e ke bërë mirë. Po, të sigurojmë që e ke bërë mirë. Edhe shiko se para se ti ki unë mbajtë këto prallat e tjera të kesh se. Një prallë që mua më pëlqen shumë është pralla e unë dhe më thësë si personazh është Hizri, pavarësisht se gjyshe ime tregonte me një njeri mirë. Edhe Hizri në mitologjinë tonë është ky personazh që vjen dhe të teston mirësin. Kam marrë variantin e gjyshes, por i kam hequr po themi se prallat atëherë nga që përdoreshin me qëllime edukues, kishin dhe element të dhunës nga ndonjëra, apo domethënë këto elementet që nuk përshtaten me audiencën e ditëve të sotme dhe këtu vjen sërish kjo pjesa e ndryshimeve që janë bërë në këtë libër. Pjesa e Hizrit flet për 3 vëllezër që ishin të varfër dhe rinin në një pemë fiku, aty është domethënë e elaboruar patjetër, dhe një plaku mirë shkon dhe i kërkon ndihmë, po themi, kërkon paguaj. Këto ja plotsojnë dhe ai vendos që të plotësojë dëshirën e gjithë secilit prej tyre. Vëllai i madh donte pasuri, vëllai i dytë donte famë. E thënë shkurt. Vëllai i tretë donte një grua në një mendje me të. Dhe një shtëpi të bukur. Po e them tani, po e them në fjalët e një grua në një mendje me të. Që të mendonin njësoj. Po e them në variantin e gjyshes se patjetër. Propagandë fshihet pas prallave besoj. Domethënë po e them në variantin e gjyshes se patjetër aty është më elaboruar edhe më plot. Dhe pasi marrin dëshirat shumë kohë më vonë plaku shkon të testoj mirësinë, si çfarë ka ndodhur, dhe shkon tek i pari që donte pasuri dhe i kërkon vishet maskohet sikur është smur dhe i kërkon gjakun e një deleje. Dhe ai thotë që nuk kam gjetë të merrem me ty, por jam shpejt e shpejt. Shkon tek i dyti dhe i thotë ky kishte karavan tani, dhe prandaj ishte i famshëm, ai njihnin gjithë botën, e thotë më ço deri në këtë qytet. E çfarë i thotë ai? Ai thotë je shumë i vogël për mua. Domethënë, dhe plaku mërzitet ai shumë se përplas shkopin e vet magjik dhe thatësirë, patjetër që ua merr. Domethënë ua merr në çdo rast. Kjo thatësirë dhe edhe vllai i vogël nuk ishte më ujë dhe kishte ngelur fare pak ujë. Por origjinali nuk është i tillë, është më i dhunshëm. Është më i dhunshëm. Okej, po e themi. Ka vetëm pak ujë dhe ideja është që plaku troket në mesnat të shtëpinë e vllait të vogël dhe pavarësisht se ata kanë vetëm fare pak ujë, u adhurojnë atë. Dhe kjo unë e kam lidhur me Krojën e Bardhë në Elbasan, që është një kruaj që mendohet që nëse ti pi prej tij të plotësohen të gjitha dëshirat, dhe kam lidhur që plaku si shpërblim i dha Krojën e Bardhë që shkoi anë shtëpisë së tij dhe tha çdo kush që ty pi ujë me zemër të bardhë nga ky krua do të plotësojë çdo dëshirë. Dhe të gjitha prallat janë të lidhura me vende, koncepte të ndryshme të folklorit tonë. Por të Shqipërisë. Por të Shqipërisë. Të shkrira me njëra tjetrën. Sa ndikim ka në emocionet, inteligjencën, në mënyrë se si komunikojnë të vegjlit prallat, në mbi gjitha prallat për përmbajtje shqiptare. Einstein ka një shprehje shumë të bukur që thotë nëse do që fëmia yt të bëhet inteligjent, lexoj pralla. Nëse do që të bëhet akoma më inteligjent, lexoj akoma më shumë pralla. Dhe kjo, domethënë, e përmbledh të gjithë për pikpamjen time në lidhje me këtë. Përveç se që në këtë libër unë kam zgjedhur që gjuha e përdorur të mos jetë shumë e thjeshtë, në sensin që të ketë edhe fjalë komplekse shqipe, edhe fjalë formimi, le të jetë i avancuar, sepse ndonjëherë ne mendojmë që fëmijëve duhet të themi vetëm fëmijë të vegjël dhe fjalë të thjeshta dhe u limitojmë po themi fjalorin e tyre. Pra ky sfidimi që ne ju bëjmë fëmijëve me disa fjalë pak më të komplikuar, të vështira për të artikuluar. U zgjeron atyre mënyrën e shprehurit, bot kuptimin, domethënë mënyrën se si shprehen. Dhe kjo ka qenë domethënë zgjedhje stilistike po themi. Një personazh që do t'i surprizoj fëmijët, një personazh që e zbulon ti, e krijon ti. Legjenda e Tallazit, kam Legjenda e Tallazit, me sa kam testuar, sidomos për djemtë e vegjël, domethënë e kanë shumë qef. Bëhet fjalë
Tallazi në mitologjinë tonë është zoti i deteve. Dhe këtu është ndërlidhur me... Nuk kemi pse themi Poseidoni. Jo, kemi Tallazi. Edhe këtu është ndërlidhur, domethënë është pozicionuar në zonën e Himarës, dhe është e lidhur me përbindjen e Kimerës, sepse vetë Himara, po them, vjen nga Kimera. Dhe këtu kemi një djalë jetim, Albin në rastin konkret, që zbulon, do më thënë, me kohën që është zoti deteve, ka dhe shoqen e tij të ngurë që është Gjigji Breshka, është dhe një nga zanat, kemi dhe rimarrjet personazheve. Gjigji Breshka është edhe tek 12 zanat e lure, në të njëjtën kohë është edhe nusja e Tallazit në fund të kësaj. Po, është edhe një personale ajo. Po. Dhe kemi, do më thënë, luftën që ai bën me Përbindshin për të shpëtuar miqtë e vet. Por mesazhi këtu është që Përbindshi nga ana tjetër nuk është negativ. Atë gjithashtu e kanë lënduar dhe në fund të së gjithës Tallazi që ishte ky djali i mirë, domethënë pavarësisht se kishte fuqitë e tij, e fton Përbindshin të bëhet rojtar i trojeve të tij, domethënë. Dhe kjo është dhe një nga videot që jepen paralelisht ndërkohë që ne flasim. Dhe kam parë që gjithë kjo lufta me të keqen, do është edhe ana vizuale e kësaj si prallë, do më thënë i tërheq shumë. E kam për më tërheqse për të veçlit. Kjo është në lindë përgjithshme, po pastaj, do më thënë, po t'i hymë dhe po t'a shohim, për shembull, kjo që po jepet është Gjigji Breshka duke i treguar fëmijëve prallën e babit të tyre, do më thënë, se kështu fillon gjithë pralla. Janë të elaboruara, goxha, kanë janë të ndërlidhura me njëra tjetrën. Por unë jam e bindur që target audienca ime që janë fëmijët kurioz dhe inteligjent, do të gjejmë veten edhe, do të kuptojnë mirë. Kjo dëshira për t'i kthyer përrallat në një version 3D, tridimensional, filma vizatimor të shkurtër në kozgjatje, por që mbartin shumë historie, e shpjegojnë gjithat përrallën. Është në plan që të bëhen filma të gjatë vizatimor dhe ne të kemi prodhime të shumta nga ato që faktikisht mungojnë në Shqipëri? Dëshira është shumë e madhe. Do më thënë, në këtë stadë, mënyra se ky libër ka ardhur, për mua ishte edhe një formë sfide, sepse, do më thënë, e shoh rëndom që në industrinë e librit limitohen me e shkruajta dhe leje diku aty. Do më thënë, doja që të teknologjinë e re që në breziri ta përdorim, si të mos e vëmë funksion të gjërave tona. Megjithatë, mund të them që është një impenjim shumë e madh. Domethënë, ky si projekt patjetër që në fillimin e tij ka patur suportin e Ministrisë së Kulturës për realizimin e librit edhe të videove të para. Dhe unë jam duke i vazhduar këtë, megjithatë realizimi i një filmi të mëvetësishëm 3D në këto nivele që ne kemi dalë, është një angazhim shumë i madh që unë me zemër do doja shumë të realizoj, por nuk dua t'jap premtime. Në gjithë këto pralla që ti je shkruar, cilën do doje ta bëje film vizatimor? Që e ke më për zemër. Unë kam si gishtat e dorë. E di, por... Unë e kam si gishtat e dorë. Të duhet zgjedhësh, një nga prallë të bësh film vizatimor. Fjen e Besës. Ndoshta Fjen e Besës, që është historia e Trimit, është këtë djali që e shohim të notoj, sepse është shumë shqiptare dhe ka mesazhe shumë të forta për shqiptarët dhe situatën aktuale ku në ndodhemi. Bëhet fjalë për një djalë, po ua tregoj. Na trego se kjo na bëri të vegjël sërish, na ktheve në Po, dhe unë pas shumë shumë ëndje me thënë të drejtë dhe po duhet sigur dikush po më tregon prallë. Mund të në çdo kohë, unë jam gati, domethënë një prallë. Na përkundesh për gjumë. Shiko, audiobooku e bën shumë mirë këtë. Mjafton ta bëni play edhe është një seancë meditative. Interesante. Historia e Trimit është e krijuar nga e para, por me element folklorit, po themi, ka edhe element nga këngë tonat, nga këngë dasma shmadi, por rrotullohet rreth konceptet të Besës. Bëhet fjalë për një djalë nga Tropoja i cili do të shkojë në kërkim të fatit. Dhe kjo prallë shpjegohet që në momentin që dikush jep besën, në luginën e shtojzovalleve krijohet një fije kuqe e Besës që lidh zemrën e këtyre dy personave. Në qoftë se premtimi mbahet, kjo fije kuqe shndërrohet në dritë dhe gëzim në zemër. Në të kundërt, ajo nxihet dhe ngelet peng. Kur Trimi niset në kërkim të fatit, i premton nënës së tij që do të kthehet. Dhe në këtë moment krijohet fija e tij e Besës. Shkon në Australi, edhe e di që është shumë larg, po e di që është edhe një grup që ne nuk e kemi prekur shumë, dhe jam shumë e lumtur që kjo prallë ka mbërritur tek audienca e shqiptarëve në Australi. Shkon në Australi dhe patjetër që punon aty, është larg, nëna
pas disa kohësh së muret dhe i dalin në ndër shtoj zëvallet dhe i thonë trim, fili yt, po zbehet, ktheu te nëna, i thotë jam shumë larg. Dhe shtoj zëvallet i thonë ne do të plotësojmë 3 dëshira që ti po themi të kthesh nga Australia në Shqipëri. Del trimi në rrugë dhe ka përpara një det shumë të madh. Tret shtoj zëvallet, ato i thotë ne do të bëjmë peshk që ti të kalosh detin dhe të shkosh tek nëna. Pastaj ka male dhe shkret të tjera dhe ato i thonë ne do të bëjmë zogë që ti të kalosh këtë dhe në fund bërin i japin një spat magjike që i hap rrugën dhe ai shkon te nëna dhe fia e kuqe kthehet në dritë në zemër. Ideja është që e gjithë kjo linja e rrugës që përshkon trimi është në fakt një këngë dasmar, siç unë e tham, që i këndohet vajzave kur janë duke ikur dhe i thonë a do vish moj vajz, a do vish dot, dhe ajo thot peshk me ala unë do bëhem, detin të kaloj dhe te ju do vi dhe te ju do shkoj, dhe pastaj i thot zog me krahë unë do bëhem, malin të kaloj dhe te ju do vi dhe te ju do shkoj, dhe në fund i thot spat me vete unë do marr, domethënë është gjithë paralelizimi i kësaj këngës folklorike. Ajo është kemi kënduar nga ajo, domethënë në të shkruar dhe për të rrëfyer është tamam kjo, ndoshta janë këto skutat ku unë si fëmijë e kam parë të pasqyruar, po themi, elementet tona të folklorit që janë përpjekur domethënë ti marrë dhe ti nxjerr të përmbledhurat. Ariola, do na duhen shumë biseda bashkë. Shumë biseda, ndoshta edhe për të ndërtuar një model, se si ne mund të vjedhim shumë çka nga ajo që na kanë treguar gjyshet, unë do isha shumë e lumtur. Këngët popullore. Unë do isha shumë e lumtur për të kthyer në literaturë edhe për të frymëzuar të vegjëlit që mos shkojnë vetëm te gjithçka ofrohet në gjuhë të huaj. Faleminderit, e vlerësojmë shumë të bisedë. Dhe një zot shumë të mirë. Dhe shumë e pasur historia dhe folklori shqiptar, nga njëherë nuk e dim, na vjen mirë që ka njerëz si Ariola që her pas here. Unë juftoj të shohim më tej të gjithë bashkë. Edhe audiencën që është duke na ndjekur. Mirë, publiku i themi, kthehemi edhe pas pak. Ndoshta